Drejtësia, kultura, sistemi politik, politika sociale, bujqësia, shëndetësia, po edhe pushteti lokal, siç edhe është paralajmëruar, do të kenë ministra të rinj. Pikërisht për emërtimin e këtyre ministrave, ka filluar edhe seanca e parlamentit dhe para deputetëve janë dorëzuar emrat dhe biografitë e ministrave të rinj. Para parlamentarëve, emrat e ministrave të rinj i ka zbuluar kryeministri Hristian Mickoski. Ai tha se pavarësisht ndryshimeve kadrovike, vizioni i qeverisë mbetet i njëjtë dhe se prioritet kryesor ishte dhe mbetet përmirësimi i jetës së qytetarëve. Za ministra za kulturë i turizam go predlagam Sedat Sulejmani. Për ministër të kulturës dhe turizmit të propozoj Sedat Sulejmanin. Kultura është identitet të shturë që i lidh dhe i bashkon gjeneratat. Njëkohësisht turizmi nuk është vetëm veprimtari ekonomike, ajo është një mundësi që bota të njohë historinë tonë, të njohë pasuritë tona natyrore, mikpritjen tonë, po edhe trashëgimin tonë kulturore. Pres që ky dikaster të jetë forca kryesore e ciklit të ri të zhvillimit, sepse shtetet që njohin historinë e tyre dinë dhe si të kryejnë vlerat e reja. Përveç Sedat Sulejmanit, dikastere ministrore do të marrin edhe Jeton Shasivari, i cili do të udhëheqë drejtësinë, me të cilën deri tani ka udhëhequr Igor Filkov. Agon Ferati do të udhëheqë me resorin e sistemit politik dhe marrëdhënieve ndërmjet bashkësive, që udhëhiqej nga Ivan Stojilković, i cili transferohet tek pushteti lokal. Ministër të ri do të ketë edhe shëndetësia, nga ku largohet Azir Aliu, bujqësia, po edhe politika sociale, dikaster nga i cili është larguar ministri Fatmir Limani.